Përshëndetje miq të emisionit 05, shpresoj se jeni duke kaluar një vikend këndshëm dhe edhe sonte po shoqëroheni me emisionin 05. Kemi fillim të emisionin një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besneke, ata janë Bas Market, Ex-Consmi, Heps, Studio Art Attach e po ashtu edhe Urban Style, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Besoj tashmë e keni parë edhe ju se emisioni 05 kohëve të fundit ka përcjellur disa nga mbrëmjet e maturave në Kosovë. Pra kemi qenë prezent në Lipjan, Obileq, Prishtinë e padyshim që edhe nuk kemi munguar në qytetin tonë të Ferizajt. Emisioni 05 gjatë kësaj jave ka takuar artistin e mirënjohur Ferizajas, Labinot Tahiri. Po ashtu edhe kemi përgatitur një storje në terren. Juftoj ta ndihni storjen me Labinot Tahirin. Lavi, përshëndetje. Mos është shkput, po që s'jim gati bre. 100 intervista i kam dhënë. Më shumë se një që. Lavi, faleminderit shumë që pranove intervistën për emisionin 05, është vërtet kënaqësia jone. I Ferizojt. Jasha Ferizaj, patjetër me dhon intervistë, kënaqësia me dhon intervistë për ju. Lavi, jemi këtu në shkollën ekonomike që je sonte për me jarë këtu. Na trego çfarë ndjenje sonte për ty? Është ndjenjë e veçantë, është janë mbrëmjet që mas liri u shkoj, domethënë maturantave shumë vite radhazi. Për arsye se kur jam mesin e tyre ndjem maturant se gjenerata ime nuk e ka festu maturën për shkak kohës së luftës. Dhe kur jam aty ndjem si ata djemtë vajzat që e presin këtë natë me vite për ta festuar edhe unë jam pjesë e saj. Ashtu e cek edhe vetë, e dim realisht edhe ne që je tash shumë vite në skenë dhe ke përcjell shumë gjenerata. Por, a mund ta veçosh ndonjë gjenerat ose ndonjë edhe shkollë? Nuk është që muj me veçu për arsye se ndoshta e ke fjalën për shkak atmosferës. Atmosferës, po. Shiko, unë gjithherë bazona e thamë edhe në përmbrëmje, edhe në darsma, diskoteka, çështë veni bëhet ku vendi. Unë muj me qenë shumë disponim, po ndoshta vetë mësafirët ose maturantët nuk janë disponim. Po në gjithsesi në matura veç pak shkrepsen edhe djeget atmosfera. Gjithmonë po. Lavi, për fond. Kur jam Ferizaj. Kur jem Ferizaj. Për maturat e Ferizajt që të gjitha i kam, domethënë këtë vitet e kaluar. Ashtu, po ne di që ti je përveç në Ferizaj edhe në komuna tjera. Po. Lavi është i njëjtë Prishtinë, po, gjithherë. Lavi, për fond, pastaj do kërkoj edhe një mesazh, një përshëndetje për gjithë maturantët, ose edhe një këshill realisht nga ti, mirë po na trego cilat do të janë planet për këtë verë nga Lavi. Në pak para sezonës, më besoj ka 15 qershore e lancoj një këngë, kam shumë këngë, po e këshyri pak situatën se sa janë të interesuar audienca me dëgju për këngët e mia. Ju e dini që nuk jam rang edhe këngëtar i 3 ditëve të TikTokut, edhe nuk jam ai që sot TikTokut gjeneron parë, dikush kur hin, domethënë bën çmos për me një TikTok edhe me gjeneru parë, e kuptoj. Kur kam hyrë në live në për Facebook ka qenë shumë më herët dhe me mira ndjekës kam pasur edhe kam edhe tani, po du me thonë se nuk jam këngëtar që qes një këngë edhe mas 2 ditë 3 edhe më harruan. Unë mendoj se qes më rrallë edhe për mallë, si thënë populli, edhe më dëgju gjatë. Sa është gjuna, shembull kur veç me hek gajla, kupton? Unë kam dëshirë me i bë tekstet që kanë tematikë, domethënë temë për dashuri gjithsesi. Edhe shembull kur të më takoj ishte mas 3-4 vjet më thonë, "Hala, dëgjoj atë këngë që e ke qenë para 3-4 vjet." Ashtu, Lavi, për fond një mesazh, një këshill për të gjithë maturantët, jo vetëm Ferizajas, në gjithë Kosovën dhe kudo. Po, këshilla më e mirë është ashtu si që më kanë udhëzu ose këshillu, po mënoj gjyshi ose njerëzit që kam taku më herë kur kanë qenë i ri, ka thonë, shko ka të shkosh, prindërit do të më këshyr e më kujdes për ta. Për prindët, nuk ka asnjë arsyetim ose justifikim, jo koha, jo nuk pata mundësi, jo nuk pata pare ose ku ta diun ne. Edhe nëse se shkojnë jashtë Kosovës, gjë që shihet që janë të shku rinia, si të ne, si Shqipëri e Maqedoni, prap mos i harrojmë prindërit. Sepse ne nuk kemi pas as shtet dhe kemi qenë të izoluar, por kur kemi qenë azil, ose kur kemi qenë gurbeqar, prindërit kanë qenë Zoti edhe prindërit. Pasaj, larg gjërave narkotike, që
janë të ekspozuar shumë. Uroj që kjo gjenerat ta sfidoj këtë kohë të keqe që shembull edhe fëmijët e mi janë 17 vjeçar si vjet janë maturantë të gjimnazit, kom ju këndu edhe atyne, domethënë e njëjta këshill si që është për bineqët e mi, Edin në zonën, është për gjithë fëmijët e atyre prindve që i kanë maturanta si vjet. Edhe gjithë rinjtë shqiptare. Lavi, faleminderit shumë, ishte vërtet natësi që u prononcove për emisionin 05, turoj një natë këndshme. Faleminderit shumë. Mos e deshti një konga, jo, se më tha më herët. Patjetër nëse ki mundësi. Me kru. S'un kam dëshirë mi bë gjëra spontane. Okej, shumë faleminderit. Një refren cilin do ti. Hajt një herë thuj, mendje një mos luj, thuaj se mdo në shpirt më shëron. Lavi, faleminderit shumë. Suksese juve, veç jep një lojme të mira, korrekte, thoni lape ka bo qëtë gabim, qëti. Nëse se ka bo, mos më qëtë në zhëvinë studiot. Juve dhe ketë aty ne. Faleminderit shumë, knatësi. Respekte, bravo, ju lumt, ha. Me ishte emisioni 05, ishte kjo e të ratë që kemi përgatitur për këtë të shtunë. Deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.